إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصلاة وتسليما كثيرا أما بعد ولقد قال الله عز وجل في تنزيل الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. I lartësuar, i madhëruar, i gjithë pushtetshëm është vetëm Allahu Azza wa Jall me lavdi. Atë falenderojmë, për ati ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje për Allahu të lartë madhëruar për çdo të keqe që kemi vepruar me dije apo pa dije, atë të cilin e udhëzon Allahu Azza wa Jall në këtë udhëzim madhështor, nuk ka askush që ta largojë nga kjo mirësi kaq e madhe, dhe mbi atë të cilin nuk zbret udhëzimi Allahu xhele xhelalu, nuk ka askush që ta drejtojë dhe orientojë për në rrugën e drejtë. Vërtetoj dëshmoj me bindje të thellë se nuk ka hyjni tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahu xhele xhelalu, dhe vërtetoj dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, s'ka dyshim se mirësia Allahut Azza wa Jall është shumë e madhe, ka shinesh, është jashtëzakonisht e madhe. Allahu subhanahu wa ta'ala gjithë secilit prej nesh ja ka dhënë një shans të madh, dhe ajo është jeta e tij. Jeta është një shans nëpërmjet të cilës ti mund ta fitosh kënaqësinë e Allahut xhele xhelalu, mund ta fitosh xhenetin e amshueshëm, mund të shpëtosh nga zjarri i xhehenemit. Por Allahu Azza wa Jall gjatë gjithë jetës tënde apo gjatë gjithë jetës sonë ka veçuar ditë të caktuara ku ibadeti, adhurimi është më i vlefshëm. Ne e dim që e kemi obligim që Allahun xhele xhelalu ta adhurojmë gjithë jetën tonë. Nuk ka ndonjë çast që ne mund ta nxjerrim imanin nga zemrat tona. Tërë jetën duhet të kemi imanin në zemër, besimin në zemër dhe në vepra. Por Allahu Azza wa Jall ka veçuar disa ditë, disa muaj, i ka dalluar ato, i ka dalluar dhe i ka veçuar këto ditë, këto muaj, në të cilat adhurimi, ibadeti është më i fuqishëm, më i vlefshëm. Allahu subhanahu wa ta'ala me urtësinë e tij ka krijuar dhe ka dalluar dhe ka vlerësuar diçka më shumë se diçka tjetër. Allahu Azza wa Jall nga profetët, nga pejgamberët e ka përzgjedhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e ka përzgjedhur në mesin e gjithë pejgamberëve.
Ndërsa për gjithë profetëve i ka përzgjedhur ulul azmi, 5 pejgamberët. Nga me lajket, Allahu Azza wa Jall e ka zgjedhur Gjibrilin a.s. Allahu subhanahu wa ta'ala nga gjithë toka e ka zgjedhur Mekën e bekuar, ku namazin në Mekë llogaritet sa 100.000 namaze. Pastaj e ka zgjedhur Medinën, xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku vlera e namazit është sa 1.000 namaze. Pastaj Allahu xhele xhelalu prej ditëve të javës e ka veçuar ditën e xuman në cilën e ndodhemi sot, dhe e ka veçuar atë nga ditët e tjera. Është ditë më e vlefshme sepse janë ditët e tjera. Dhe për ditëve të agjërimit Allahu xhele xhelalu i ka veçuar ditën e hënë dhe të enjte. Allahu prej librave të tij e ka veçuar Kur'anin famlart, librin që është kushtetuta jon, i cili është fjala e Allahu xhele xhelalu dhe nuk është i krijuar. Allahu Azza wa Jall nga ditët e vitit e ka dalluar dhe veçuar ditën e Arafatit, që është shtylla e haxhit. Allahu subhanahu wa ta'ala me urtësinë e tij nga të gjithë muajt e ka dalluar dhe veçuar muajin e begatë Ramazanit që ne ndodhemi. Ndërsa gjatë këtyre ditëve të këtij muaji të begatë, Allahu xhele xhelalu i ka vlerësuar dhe i ka veçuar dhe i ka dalluar 10 netët e fundit që ne sapo kemi hyrë, ku Allahu xhele xhelalu i ka dhënë vlerë më të madhe adhurimit, ibadetit. Ndaj çdo gjë Allahu xhele xhelalu i ka dhënë vlerë dhe grad, dhe duhet ta dini se 10 ditët më të mira janë 10 ditët e Dhulhijhes. Janë ditët më të dashura, më të bukura. Ndërsa 10 netët më të mira dhe më të arta janë 10 netët e fundit të Ramazanit. Këto net janë aq të rëndësishme sa që transmetohet nga Aisha radiallahu anha në hadithin që gjendet në Sahihul Buhari. Ka thënë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Idha dakhala 'ashra al-awakhir ahya laylahu." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur hynin 10 netët e fundit të Ramazanit, ai e ka gjallëruar dhe e ka ngjallur natën e tij. E ka ngjall natën me ibadet, me adhurim. Edhe pse gjithë jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë me adhurim, dhe tërë jetën ai ka falur namaz nate, nuk ka ndodhur ndonjëherë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të mos ketë falur namaz nate. Po vazhdon hadithi: "Ejwedu yakunu fi Ramadan." Më shumë, më të shpeshtuar e ka pasur adhurimin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Ramazan. Më preciz e ka pasur gjatë muajit të Ramazanit, e veçanërisht në 10 netët e fundit. Ahya laylahu, e ka ngjallur natën. Çfarë do të thotë e ka ngjallur natën? E ka ngjallur me adhurim, me ibadete. Namazin e ka falur pak më gjatë, e ka shpeshtuar dhikrin, fjalën subhanallah, dhe kjo është pjesë e ibadetit. Elhamdulillah, Allahu ekber, la ilaha illallah. Ka lexuar Kur'an më shumë, ka bërë adhurim më shumë, dhe vazhdon hadithi ku thot: "Wa aykadha ahlehu", dhe e ka ngritur familjen e tij, e ka ngritur për të bërë adhurim, për të bërë ibadet. Me çfarë sebepi? Për të treguar se këto janë netët më të rëndësishme të vitit. Wa shadda mizar, dhe është distancuar prej grave të tija. Nuk ka dyshim se kalimi me bashorten gjatë natës është halal, është prej veprave të lejuara, bile ka shpërblim muslimani, ashtu si që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e kam pyetur: "A do të kemi shpërblim, o i dërguar i Zotit, nëse ne do të flejmë gratona?"
u ka thënë gjithsesi, po patjetër, njësoj si kur dikush do të bëjë zina ka ndëshkim, ndërsa te halali jot ke shpërblim. Por ja, që edhe pse është e lejuar kjo vepër dhe merr shpërblim me të, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka dhe rëndësi diçkaje që ka koma më vlerë. Pra i ka dhënë përparësi ibadeteve më madhore, sepse janë netët më të vlefshme. Po pse Allahu xhele xhelalu ju ka dhënë vlerë kaq të madhe 10 netëve të fundit të Ramazanit? Sepse në këto 10 netë të fundit është nata më e rëndësishme, është nata më e vlefshme, është nata në të cilën ka zbritur Kur'ani famëlar, është Lejletul Qadr, nata e Kadrit, nata më e mirë që Allahu xhele xhelalu ka krijuar. Kur disa prej dietarëve kanë përmendur se ajo është nata 27, por se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne na ka shpjeguar çdo imtësi rreth kësaj feje madhështore. Pra na ka treguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, na njoftoi për gjithçka, na njoftoi për shenjat e mëdha të Kiametit, na njoftoi për begatitë e larta në xhenet, na ka njoftuar për çdo gjë, por se nuk na njoftoi saktësisht se kur është nata e Kadrit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka thënë që ajo është nata 27, as nata 25, as nata 23, as nata 21. A e dini pse? Sepse i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam ka thënë iltamisuha bi ashril awakhir. Kërkojeni atë natën e Kadrit në 10 netët e fundit të Ramazanit. Jemi të obliguar që ne ta kërkojmë atë gjatë 10 netëve të fundit të Ramazanit. Dhe jo të fokusohemi vetëm në natën e 27, ajo mund të jetë nata 27, por mund të jetë nata 21, mund të jetë nata 25, sepse që është natë teke, ajo s'ka dyshim, patjetër është natë teke. Por se Allahu xhele xhelalu me urtësinë e tij e ka lënë sekret. E gjithë kjo që besimtarët të mëshirohen dhe të marrin shpërblime më të mëdha se sa i mendojnë dhe i paramendojnë dhe i kërkojnë vetë. Allahu subhanahu wa taala është më i mëshirshëm për ne se sa ne për veten tonë. Edhe kjo fe është më e mëshirshme për ne se sa ne për veten tonë. Prandaj kjo është natë e bekuar, natë e dalluar. Allahu xhele xhelalu thot inna anzalnahu fi lejletin mubaraka. S'ka dyshim se ne kemi zbritur atë Kur'anin në netën më të artë, më të begat. Në këtë natë ka zbritur Allahu xhele xhelalu Kur'anin famëlar që është veçoria më e madhe që ka nata e Kadrit. Pse i quhet nata e Kadrit? Allahu xhele xhelalu e quhet nata e Kadrit sepse vërtet është natë e madhe, natë me peshë të madhe. Dhe nuk ka natë më të mirë dhe më të madhe se sa nata e Kadrit. Asnjë natë tjetër nuk mund i krahasohet kësaj nate. Nuk mund ta marrë gradën e kësaj nate. Vetëm një natë është më e mira dhe më e vlefshme dhe më e veçantë. Ajo është nata e Kadrit. Do të thënë nata e vlerës dhe e peshës, pra ka diçka të fuqishme me vlerë, me peshë. Sepse në këtë natë ka zbritur Kur'ani famëlar. Në këtë natë Allahu xhele xhelalu na ka sjellë veçori shumë. Në këtë natë zbresin me lajket e mëshiruesit, zbret Xhibrili me leku më i nderuar. Kjo natë është nata në cilën Allahu xhele xhelalu i fal besimtarët, i shpëton ata nga zjarri i xhenemit, nga idhrimi i tij, nga ndëshkimi i tij. Khairun min alfi shahr. Thot Allahu xhele xhelalu është më e mirë, më e vlefshme se sa 1000 muaj. Kjo natë Allahu azza wa jalla ka dhënë vlerë më të madhe se sa 1000 muaj të tjerë, që do të thotë 1000 muaj të bërit adhurim, ibadet në kohën normale nuk mund të arrijnë dhe ta kenë vlerën e të bërit ibadet vetëm në këtë natë, që i bie gati afërsisht 83 vjet e pak muaj, pra një jetë e tërë njeriut. Po thuaj se një jetë e tërë njeriut në adhurim, pra vetëm një natë të vetme, ti mund të kalosh me adhurim dhe do të shkruhet
si kur ti ke kryer adhurim gjithë jetën tënde. Por kjo nuk do të thotë që muslimani të falet vetëm natën e Kadrit dhe t'i harroj kohët e tjera, se ne jemi të obliguar që gjatë gjithë jetës tonë të falemi dhe të adhurojmë. Prandaj, kjo është nata që Allahu Gjelle Gjelalu e ka dalluar nga muajt e tjerë, në anetët e tjera, të nderuar vëllezër dhe motra. Secili prej nesh duhet të preokupohet që ta zëri natën e Kadrit, duke bërë adhurim, ibadet për Allahun Gjelle Gjelalu, siç e përmendëm më lart. Kjo natë u emërtua nga Kadri që tregon për vlerën dhe pozitën e lartë që ka. Diçka tjetër që e bën të madhe këtë natë përveç zbritjes Kuranit, është se në këtë natë ndodh përcaktimi se çfarë do të ndodhi për gjatë gjithë vitit tjetër. Është se adhurimi gjatë saj nate ka pozitë të lartë. Do me thënë, kadri i saj është i madh, siç ka ardhur në hadithin e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë, kush fal namaz natën e Kadrit, duke shpresuar dhe besuar shpërblimin e Allahut xhelle xhelalu, s'ka dyshim se do t'i falen të gjitha gjunahet e mbarshme. Disa nga shenjat e saj janë: në mëngjes të saj dielli lind pa rreze, siç ka ardhur në hadith nga Ubej ibn Ka'b radiallahu anhu, se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, në mëngjesin e natës së Kadrit dielli lind pa rreze, sikur është një pellg uji derisa të ngrihet lart. Tjetër veçoriës e kësaj nate është se zbresin me lajket në tokë, me mirësi, me bereqet, me mëshirë, me falje. Është natë e pastër natë këqijat. Është natë e pastër natë këqijat e ndryshme, si dhe nga lëndimet që mund të ndodhin. Në të shtohet adhurimi sa më shumë, dhe ajo është natë që është shpëtim nga zjarri i xhenemit, si dhe paqe dhe qetësi deri në agim. Siç thot Allahu xhelle xhelalu, selamun hiya hatta matla'il fajr. Dhe paqja dhe qetësia e ka pranë atë deri në agim. Nata e Kadrit është natë mesatare, nuk është as e ftohtë as e nxehtë, dhe dielli në mëngjes lind me ngjyrë të kuqe të zbehtë. Në këtë natë Allahu xhelle xhelalu i bekon të gjithë, i fal të gjitha mëkatet, i pranon të gjitha lutjet, dhe se engjëjt me lajket zbresin në tokë. Duhet i marrim 3 këshilla veteve tona, që inshallah e para mos lejon që të hyjnë 10 net dhe fundi Ramazanit, e mos ta lutësh Allahun xhelle xhelalu që ta mundsosh ta gjesh natën e Kadrit, duke u falur. Bëj lutje, o Zot, ma mundso natën e Kadrit, ta arrin natën e Kadrit. E dyta, mos lejo që të humbi namazet me xhamat në xhami, sidomos 10 netësin e fundit të Ramazanit. Pra, fal namaz nate, qofte edhe pak, po falja ma. Përveç namazit që e fal në xhamin ku ti je, namazin e natës. Dhe mbasi kindis, çdo ditë mbasi kindis, shpreso tek Allahu xhelle xhelalu duke lutur që të arrish natën e Kadrit, njësoj si ai person i cili është duke trokitur një derë dhe e di sepse ajo derë do t'i hapet. Pra me bindje të plot. Kjo është nata që Allahu Azza wa Jell e pranon lutjen e lutësit që lutet me sinqeritet të plot. Por se a ka dua specifike, a ka lutje specifike që mund ta kryej muslimani posaçërisht për këtë natë, apo posaçërisht për këtë 10 netë të fundit të këtij muaji madhështor? Patjetër që ka, sepse nëna e besimtarve Aisha radiallahu anha e ka pyetur të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë: o i dërguari i Allahut, si mendon, sikur unë ta dija për një natë se ajo është nata e Kadrit, çfarë dua të them nëse arrit natë? O Resul Allah, i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thuaj o Aisha, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pra thuaj o Aisha, o Allahu im,
ti je falës i madh, e don faljen, më fal mua. Pra kjo ti je gjatë gjithë 10 netësit të fundit të Ramazanit. Allahumme inneke afun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, kush nuk e din arabisht, s'ka problem. Allahu xhelle xhelalu i përgjigjet thirrjes së lutësit që e bën me sinqeritet. Pra o Allahu im, ti je falës i madh, e don faljen, më fal mua. Dhe inshallah shpresojmë që të arrim të natë madhështore. Shpresojmë që me shkak të saj Allahu xhelle xhelalu na i fali gjunahet tona dhe mos bëj që fytyrat tona të digjen në zjarr të xhenemit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani Allahu li wa iyyakum mimma fihi min ayat wa dhikrin hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. S'ka dyshim se të gjitha falënderimet janë për Allahun Azza wa Jall, i cili është një i vetëm, s'ka zot tjetër përveç tij, dhe paqja dhe bekimet e Allahut xhelle xhelalu qofshin me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, i cili është pejgamberi i fundit dhe s'ka pejgamber tjetër mbas tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, Ramazani ashtu siç erdhi po largohet. Por se tani është më kulminantja. Tani është afër finishi i këtij muaj madhështor apo i kësaj maratone që gjithë secili prej nesh mori pjesë. Allahu xhelle xhelalu thot në suratul Mutaffifin: wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Pra dhe në këtë drejtim, në këtë fush, pra le të garojmë besimtarët, le të bëjnë gara me njëri tjetrin, ta shtojnë adhurimin sa më shumë, ta shtojnë ibadetin sa më shumë, ti shtojnë punët e mira sa më shumë, sa do ato të vogla qofshin, të kenë zili për vllajin që bën namaz natë apo adhurim më shumë se ai, të mundohet t'ja kaloj. Kjo është gara përfundimtare, dhe pse jo, ti je i fitimtari absolut në fundin e kësaj maratone madhështore. Prandaj, nuk më ngel gjë tjetër veç se ta lut Allahun xhelle xhelalu me emrat e tij të bukur, cilësitë e përsosura absolute, na i pranoj agjërimin e muajit Ramazanit, na i fali gjunahet tona, na i mundsoj të arrim natën e Kadrit. Allahumme bellighna lejlet el Qadr. O Allah, na i mundsoj të arrim natën e Kadrit. Elusim Allahun na falit, na drejtojt, na udhëzoj në rrugën e drejt, në rrugën e atyre të cilët Allahu xhelle xhelalu i begatoi vetë mira dhe ishte i kënaqur me ta. Elusim Allahun t'i ndihmoj nevojtarët kudo që janë ata, prej besimtarëve, prej muslimanëve, sidomos vëllezërve dhe motrat tona në Palestinë, në Gaza. Elusim Allahun t'i mëshiroj të gjallët tanë, të vdekurit tanë. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tahar wa at-tabi'in al-akhyar.